Atëherë rasti ka të bëjë me një proces hetimor që po zhvillohet në lidhje me dyshimin për falsifikim të rezultateve zgjedhore, mirë po megjithatë procedura është një fazë shumë të hershme të hetimit dhe informatat më të detajuara besoj mund t'i siguroni edhe përmes organeve të ndjekjes. Po, për çka sot ose çka ka deklaruar lidhur me funksionin e tij klienti ju? Dëgjom, klienti është në cilësi të antarit të komisionit. Do të thotë deklarata e tij ka të bëjë me funksionin që ka pas gjatë procesit të numërimit të rezultateve, mirë po megjithatë informata më të hollësishme në këtë fazë të hetimit nuk mund të ofrojnë. A ka ndonjë mas ndalimi? Me sa kam informata deri tash jo. A ka përfunduar intervistimin klienti? E ka përfunduar. A dini se sa është numri i saktë të ndaluarve sot përpos klientit tuaj? Nëse nuk jam gabim rreth 60 persona. Veç edhe klienti ju ja ka thonë që e ka brejt nga i dallaver me vota, ose që e ka ditë çka po bëhet nëse kush prishten votat në sistem, ose çka ka thonë saktësisht për votat? Jo, sepse realisht kjo ka qenë përgjegjësinë e komisionerëve të qendrave të votimit. Megjithatë, roli i klientit tim ka qenë në cilësi të antarit. Ne padyshim që kemi një garancinë të prezumimit të pafajësisë për gjithë këta që po hetohen, mirë po megjithatë është do të thotë detyrë e prokurorisë t'i argumentoj këto pretendime për cilat edhe është iniciuar kjo procedurë.